Nëse ky mesazh ka arritur deri këtu, nuk ishte rastësi. Ka momente shumë specifike në jetë kur shpirti mund të perceptojë një të vërtetë shumë përpara se arsyetimi ta kuptojë ose ta procesojë atë. Ky ndjenjë e vazhdueshme, kjo parashikim që nuk jep pushim dhe mbetet latente në sfondin e mendjes, ka një arsye dhe një motiv të thellë. Jeta përpiqet të komunikojë diçka që është drejt për drejt e lidhur me këtë histori, me këtë lidhje speciale dhe me një vendim që nuk mund të shtyhet më. Nuk është një kërcënim, as një përpjekje për të ngjallur frikë me këto fjalë. Bëhet fjalë për një të vërtetë që kërkon të dëgjohet tani, para se heshtja të shkaktojë më shumë plagë se çdo fjalë të thënë gabimisht. Konfuzioni u ndje me intensitet. Ka ditë kur gjithçka duket se ftohet pa ndonjë arsye të dukshme, kur distanca fizike dhe emocionale rritet në mënyrë të pabarabartë dhe momente të mëvonshme kur shenjat shfaqen. Kujtime të papritura ose gjeste të vogla që ndesin atë flak që kurrë nuk është shuar plotësisht. Kjo instabilitet emocionale nuk është një rastësi dhe nuk është një produkt I imagjinatës. Është reflektimi I saktë I një konflikti të brendshëm që nuk I përket atij që dëgjon këtë mesazh, por vjen nga ana tjetër e lidhjes. Ka një betejë të ashpër mes krenarisë dhe ndjenjës, mes frikës së vulnerabilitetit dhe nevojës për të qëndruar, mes lënies së lidhjes ose pasjes së guximit për të përballuar të vërtetën e vet. Universi dhe energjia vëzhgojnë atë që I shpëton syrit të zbrazët. Këto momente të dëshpërimit të thellë perceptohen kur askush tjetër nuk është prezent. Frika që është fshehur vjet re, fjalët që janë provuar para pasqyrës dhe kur nuk janë dërguar, dhe vendimet që janë vonuar për shkak të mungesës së guximit. Sepse pranuar një angazhim të vërtetë domosdoshmërisht do të thotë të pranohet një transformim I thellë, dhe ndryshimi gjithmonë frikëson. Është frikësuese, sepse të dashurosh nga autenticiteti do të thotë të heqësh dorë nga kontrolli, të çmontosh mekanizmat e mbrojtjes të ndërtuar gjatë viteve dhe të ecësh në një rrugë të panjohur në të cilën nuk është më e mundur të pretendosh indiferencë. Ndoshta ka lindur pyetja nëse situata është idealizuar, nëse pritet shumë nga diçka që duket e ngjitur, ose nëse kjo lidhje është reale apo thjesht një iluzion I krijuar nga dëshira për shoqëri. Kjo dyshim lëndon thellë sepse e lodh zemrën, duke e shtëruar atë për të ndjerë se po jep më shumë, duke ndjerë më intensitet dhe duke pritur me një durim që duket se nuk ka fund. Por është e nevojshme të pranohet ky lehtësim me qetësi. Kur një lidhje lind nga një rrënje të thellë dhe autentike, ajo nuk skadon me kalimin e kohës ose distancën. Përkundrazi, ajo transformohet, vihet në provë, shtrihet deri në kufirin e rezistencës, por nuk zhduket. Kur dikush përpiqet të arratiset nga ajo që është reale, jeta vetë siguron përballjen me atë arratisje. Ka diçka që është gati të thyet në këtë person që është larguar. Nuk është një thyrje negative, por një thyrje e nevojshme e maskave, sepse vjen një pikë kur pretendimi se kjo lidhje nuk është e rëndësishme bëhet një detyrë e pamundur. Bojllku I lënë nga mungesa peshon shumë më rënd se frika e angazhimit dhe pikërisht aty fillojnë të lindin veprime të papritura. Jo sepse gjithçka është zgjidhur magjikisht, por sepse shpirti nuk mund më të përballojë të vazhdojë të fshehë atë që bërtet në heshtje. Ky mesazh nuk vjen për të nxitur forcimin e situatave. Jeta nuk kërkon ndjekje, insistim, ose përjetim të lodhjes emocionale kur përpiqesh të bindësh dikë. Përkundrazi, kërkohet vëzhgim dhe besim dhe, mbi të gjitha, të mos tradhtosh intuitën tënde nga frika e humbjes. Sepse nëse zgjedh nga e vërteta e brendshme, fati përgjigjet me qartësi. Por nëse zgjedh nga frika dhe shqetësimi, gjithçka tendoset për të stagnuar. Tani ka dy rrugë të dukshme. Nga njëra anë, vazhdon të dyshosh për atë që ndjen duke minimizuar shenjat dhe duke u përpjekur të bindësh zemrën se ndoshta është më mirë të lësh para se të marrësh më shumë dëme. Kjo rrugë duket e sigurt dhe logjike, por ngadalë distancohet nga ajo që ishte e destinuar të rritet dhe të pjeket.
Në rrugën tjetër, një zgjedh të qëndroj i fortë, pa kërkuar vëmendje, pa detyruar takime, por pa e mbyllur zemrën ndaj mundësisë së thjeshtë të mbetjes në një vend të dinjitetit dhe besimit dhe duke lejuar palën tjetër të kalojë procesin e saj. Pasojat e veprimit mbi këtë siguri janë qartësia. Pasojat e mosbërjes së kësaj janë përsëritja e cikleve të dhimbshme. Të njëjtat histori, të njëjtat boshllëqe dhe të njëjtat pyetje pa përgjigje. Jeta përsërit mësime jo si ndëshkim, por si një formë mësimi, sepse e di se brenda ekziston një kapacitet i madh për të dashuruar, por gjithashtu një tendencë për të duruar shumë kur nuk duhet. Ky është lehtësimi që duhet të dëgjohet sot. Nuk ka vetmi në këtë proces. Ti nuk e imagjinon gjithçka që ndodh. Ka lëvizje subtile që tashmë kanë filluar. Vendime të brendshme që ende nuk shfaqen në nivelin material, por mund të ndihen në nivelin energjik. Fati nuk është në ngut, por as nuk ndalon. Dhe kur të vijë momenti i saktë, gjithçka rreshtohet në një mënyrë që mendja logjike nuk mund ta kontrollojë. Ky person ndjen mungesën, edhe nëse ka praninë fizike të tjerëve. Ajo ndjen rrezikun e menjëhershëm të humbjes së lidhjes, edhe nëse siguria është e pretenduar. Sepse shpirtrat që janë të lidhur nga diçka më të madhe nuk zëvendësohen, ata e njohin njëri tjetrin. Dhe kur dikush përpiqet të arratiset, jeta i tregon emrin e njëjtë, kujtimin e njëjtë dhe ndjenjen e njëjtë përsëri e përsëri. Është thelbësore të kushtohet vëmendje se si ndihen trupi dhe emocionet e tua, jo nga frika e dëshirës për rezultate tani, por nga qetësia e të diturit se ajo që po vjen nuk lind nga një impuls momental, por nga një të vërtetë që tashmë ka pjekur në heshtje. Dhe kur kjo fazë e pasigurisë të përfundojë, do të kuptosh pse asgjë nuk ndodhi më parë, pse ishte e nevojshme të kalosh këtë rrugë të vetmuar, dhe pse kjo pritje u lejua para veprimit. Por për të kuptuar pse ky person po arratiset nga diçka që dëshiron kaq shumë, duhet së pari të kuptohet betejë që po zhvillohet në hijen e tyre. Diçka që psikologjia e thellë ka përpjekur ta shpjegojë për një shekull dhe që zbulon arsyen reale pas sjelljes së tyre të çrregull. Nëse je gati të integrosh këtë mësim në jetën tënde, shkruaj në komentet. Unë besoj në intuitën time. Për të kuptuar vërtet pse distancimi ndodh pikërisht kur lidhja duket më e thellë, është e nevojshme të kthehesh në një vizion që kalon sipërfaqen. Carl Jung, një nga pionierët në studimin e psikës njerëzore, foli për koncepte që shpjegojnë me precizitet kirurgjik se çfarë po ndodh në mendjen dhe zemrën e atij që zgjedh të krijojë distancë. Nuk është mungesë dashurie ose interesi. Bëhet fjalë për një fenomen psikologjik dhe shpirtëror shumë më të ndërlikuar, të njohur si efekti i pasqyrës dhe takimi me hijen. Të kuptosh këtë është çelësi për të ndaluar marrjen e refuzimit personalisht dhe për të filluar ta shohësh atë si një simptom të një procesi zgjedhjeje. Kur dy njerëz ndajnë një lidhje të këtij magnitudi, lidhja vepron si një pasqyrë të pakrahasueshme. Një pasqyrë nuk gjykon, ajo thjesht reflekton gjithçka që vendoset para saj me qartësi absolute. Në këtë lidhje, personi tjetër jo vetëm që sheh dritën, dashurinë dhe kuptimin që ju ofrohet, por gjithashtu sheh mangësitë e tij të reflektuara, frikërat e tij të pazgjidhura dhe plagët e tij të vjetra që ende nuk janë shëruar. Jung shpjegoi se gjithçka që nuk përballet brenda bën që fati të shfaqet jashtë. Prandaj, prania e dikujt që ofron dashuri të pakushtëzuar dhe pranimin e plot mund të jetë frikësuese për ata që ende nuk kanë mësuar të duan dhe të pranojnë veten. Këtu hyn në lojë koncepti i hijes. Hija përfaqëson të gjitha ato pjesë të personalitetit që janë fshehur, shtypur ose mohuar nga frika e mospranimit. Këto mund të jenë pasiguri të thella, ndjenja të mos të qenit mjaftueshëm, ose frika e braktisjes. Kur intensiteti i kësaj dashurie prek këto zona të errëta, reagimi instinktiv i egos është mbrojtja. Personi nuk arratiset nga ai që e do, ai arratiset nga ajo që kjo dashuri e bën të ndjejë për veten e tij. Ajo arratiset nga vulnerabiliteti që do të thotë të tregosh veten ashtu si je, pa armë dhe pa maska. Lidhja është aq e ndritshme sa ndriçon qoshet që ky person do të preferonte t'i mbante në errësirë.
Kjo është origjina e instabilitetit që është kaq konfuz. Një ditë, dëshira për lidhje fiton dhe ka afrim, ngrohtësi dhe premtim. Por ditën tjetër, frika e të qenit vërtet e parë, frika se hije do të ekspozohet, merr kontrollin dhe provokon arratisjen. Është një cikël i, dua të jesh afër, por të largohem sepse drita jote më verbon. Është thelbësore të kuptohet se kjo sjellje nuk është një gjykim mbi vlerën e atyre që presin, por një pranim të frikës së atyre që arratisen. Ky person po lufton një betejë të heshtur mes dëshirës për të absorbuar në lidhje dhe horrorit të humbjes së identitetit të tij ose kontrollit mbi emocionet e tij. Pranimi i dashurisë së vërtetë kërkon një nivel guximi që nuk e kanë të gjithë në të njëjtin moment. Do të thotë të ndalosh kontrollimin, të çmontosh mbrojtjet dhe të ecësh në terren ku nuk mund të pretendosh më se gjithçka është në rregull kur nuk është. Dhe kjo është frikësuese. Është frikësuese sepse të dashurosh vërtet do të thotë të ekspozohesh emocionalisht. Ndoshta ke pyetur nëse je idealizuar, nëse po pret shumë, ose nëse kjo lidhje është reale. Ky dyshim lëndon sepse e lodh zemrën të ndiej se po jep më shumë, duke ndjerë më shumë dhe duke pritur më shumë. Por duhet të dëgjosh këtë me qetësi. Kur një lidhje vjen nga një të vërtetë të thellë, ajo nuk shuhen, ajo transformohet. Gabimi më i zakonshëm në këtë fazë është përpjekja për të detyruar afrimin, duke supozuar se me më shumë prova dashurie, ankthi i tjetrit mund të qetësohet. Nga perspektiva e këtij pasqyre psikologjike, megjithatë, reflektimi që frikson palën tjetër bëhet më i madh sa më shumë që njëri ndjej. Nëse i qaseni dikujt që ka frikë nga hija e tij, ai person do të tërhiqet instinktivisht për të mbrojtur veten. Persekutimi interpretohet në mënyrë të pavetëdijshme si presion për të përballuar diçka për të cilën nuk ndihet ende i gatshëm. Prandaj, instabiliteti nuk është aksidental. Ai është reflektimi i një konflikti të brendshëm që nuk i përket vetëm atij që pret. Ka dikë që lufton mes krenarisë dhe dashurisë, mes ikjes dhe qëndrimit, mes humbjes së mundësisë për një jetë të plotë ose përballjes me demonët e tij. Jeta sheh atë që nuk mund të shihet me sy të zbuluar. Ajo sheh netët kur ai person mendon për lidhjen kur askush tjetër nuk e di. Ajo sheh frikën që nuk flitet, fjalët që provohen dhe kur nuk dërgohen, vendimet që vonohen. Sepse pranuar dashurinë do të thotë gjithashtu të pranosh ndryshimin, dhe kjo është ajo që krijon rezistencën. Është thelbësore të kuptohet se, paradoksalisht, ikja është prova e rëndësisë së lidhjes. Nëse lidhja do të ishte sipërfaqësore, nuk do të kishte nevojë të ikte, sepse nuk do të kishte asgjë në rrezik. Askush nuk ndalon muret kundër diçkaje që nuk është e rëndësishme për ta. Ju ndërtoni fortesat rreth asaj që e konsideroni të çmuar dhe të ndjeshëm. Distanca është në fakt një strehë e përkohshme ku ky person përpiqet të riorganizojë botën e tij të brendshme, e cila është tronditur nga ardhja e kësaj dashurie. Ajo po përpiqet të rikthejë një ndjenjë kontrolli që e humbi në momentin që zemra filloi të ndiejë kaq fort. Në këtë skenar, krenaria vepron si një ruajtës i egër. Pranimi se keni nevojë për dikë, pranimi se keni gabuar duke u larguar kërkon një vdekje të egos, dhe egoja do të luftojë deri në fund për të mbijetuar. Kjo është arsyeja pse vëzhgojmë sjellje kontradiktore, ftohtësi të papritur ose heshtje të vazhdueshme. Nuk është indiferencë e vërtetë, është veprim, një maskë që egoja përdor për të fituar kohë, ndërsa shpirti vazhdon të shtyjë drejt së vërtetës. Jung tha se ne nuk ndriçojmë veten duke imagjinuar figura të ndriçuara, por duke u bërë të vetëdijshëm për errësirën. Dhe kjo lidhje e detyron personin tjetër të bëjë të vetëdijshme errësirën e tij, qoftë ai dëshiron apo jo. Ky dyshim, i cili lind kur shikohet sjellja erratike, dëmton sepse lodh të ndihesh se peshorja është jashtë ekuilibrit, por duhet të mbani mend se kur dikush përpiqet të ikë nga ajo që është reale, jeta kujdeset për t'i përballur. Ka diçka që është gati të thyet në këtë strukturë mbrojtëse, jo në një mënyrë negative, por në një mënyrë të nevojshme. Arrin një pikë ku të pretendosh se nuk ka rëndësi bëhet e pamundur sepse boshllëku te i kalon frikën.
dhe është pikërisht aty në këtë kufi që ndodhin veprime të papritura, jo sepse gjithçka është zgjidhur, por sepse shpirti nuk mund të përballojë më inkoherencën. Prandaj, strategjia nuk është të thyet pasqyra ose të përpiqet ta pastrojë për personin tjetër. Strategjia është të lejojmë pasqyrimin të bëjë punën e tij. Duke qëndruar në qendrën e vet, pa ndjekur dhe pa ikur, ofron palës tjetër mundësinë e vetme reale për të parë hijen e saj pa u ndjerë e sulmuar. Ju krijoni një hapësirë të sigurt ku frika mund të kthehet ngadalë në kuriozitet dhe pastaj në pranimin. Është një akt i besimit të madh për të besuar se procesi i brendshëm i tjetrit po ndodh, edhe nëse nuk shihni rezultate të menjëhershme të jashtme. Dhe kjo është pikërisht ku ndodh gabimi që shumica bën, përpjekja për të detyruar afrimin ose kërkimin e shpjegimeve logjike për një proces që është krejtësisht emocional dhe shpirtëror, pa e ditur se duke bërë kështu po parandaloni palën tjetër të përballet me boshllokun e saj. Ajo është e privuar nga mundësia për të humbur, për të vlerësuar dhe për të njohur përmes mjeteve të saj se çfarë po humbet. Për të rikthyer realisht dhe për herë duhet të lindë nga liria dhe nga kuptimi i vetë personit tjetër, jo nga këmbëngulja e jashtme. Dhe për që kjo të ndodhë, diçka thelbësore duhet së pari të përjetohet, fizika e mungesës. Të kuptosh dinamikën e hijes është vetëm hapi i parë në zhbllokimin e situatës. Pasi të kuptoni se ikja nuk është një refuzim personal, por një reagim mbrojtës ndaj një pasqyre që është shumë e ndritshme, lind pyetja se si të reagoni ndaj saj. Përgjigjja nuk qëndron në këmbëngulje ose bindje verbale, por në një parim shumë më të vjetër dhe më të fuqishëm që rregullon të gjitha ndërveprimet në univers, fizika e energjisë dhe ligji i boshllokut. Ka një mekanik të padukshme në marrëdhëniet njerëzore që punon me të njëjtën saktësi si graviteti. Dhe kur njëri mëson të operojë në favor të këtij ligji në vend që të luftojë kundër tij, dinamikat e lidhjes ndryshojnë radikalisht. Deri në këtë moment, inercia natyrore ndoshta na ka shtyrë të kërkojmë, të përpiqemi të riparojmë, të kërkojmë shpjegime, ose thjesht të mbajmë një pranim të vazhdueshme për të parandaluar harresën që të vendoset. Është një reagim njerëzor dhe i kuptueshëm. Kur ndiheni se diçka e çmuar po ju ikën, instinkti primar është të vraponi pas saj për ta mbajtur. Në nivelin energjik, megjithatë, ky përsekutim prodhon një efekt paradoksal dhe kontraproduktiv. Imagjinoni se lidhja është një litar i tensionuar që lidh dy skaje. Nëse njëra anë tërheq me forcë dhe përpiqet të afrojë tjetrin, reagimi i menjëhershëm i anës tjetër do të jetë të tërheqë në drejtimin e kundërt për të mbajtur ekuilibrin dhe për të mos humbur pozitën e saj. Sa herë që ka një forcë që ndjek, do të ketë patjetër një forcë që reziston dhe ikën. Këtu hyn në lojë fizika e mungesës. Gjatë gjithë kohës, vëmendja ishte e fokusuar te personi tjetër, duke dërguar mesazhe, duke kontrolluar lëvizjet e tij, ose thjesht duke i kushtuar orë mendimeve obsesive, egoja dhe siguria e tij ishin ushqyer energjikisht. Ata që ikin në thelb ndihen në një pozitë fuqie dhe komoditeti. Ai e di se dikush po pret. Ai e di se ka një rrjet sigurie emocionale që është endur përmes devotshmërisë së tjetrit. Kjo siguri i lejon atij të mbajë distancë pa ndjerë peshën e vërtetë të vetmisë. Energjia e dërguar vepron si karburant, duke i lejuar atij të vazhdojë të vrapojë pa u lodhur sepse nuk ka nevojë të përballet me pasigurinë e humbjes. Por çfarë ndodh kur kjo burim energjie papritmas ndalet? Kur merret vendimi i vetëdijshëm për të tërhequr vëmendjen, jo si një strategji manipulimi ose ndëshkimi, por si një akt respekti për veten dhe ruajtje, ndodh një ndryshim drastik në ekuacion. Duke e lënë litarin, rezistenca nga ana tjetër nuk ka më asgjë për të luftuar. Forca që ai ushtroi për t'u larguar papritmas humbet qëllimin e saj dhe inercia e bën atë të humbas ekuilibrin. Ata që ikin papritmas e gjejnë veten në një hapësirë statike, pa askënd pas tyre. Dhe atëherë heshtja e vërtet bën hyrjen e saj triumfuese. Kjo heshtje nuk është thjesht mungesa e zhurmës ose mesazheve tekstuale, është një boshllëk energjik i prekshëm.
Fizika na mëson se natyra e uren boshllokun dhe gjithmonë përpiqet ta mbush atë. Kur energjia që përfshinte dhe mbështeste personin tjetër tërhiqet, krijohet një hapësirë e zbrazët rreth tij. Fillimisht, ky person mund të ndjejë një lehtësim sipërfaqësor dhe të mendojë se ka rikuperuar hapësirën e tij të jetesës, por ky ndjenjë është kalimtare. Lehtësimi shpejt kthehet në çuditshmëri dhe pastaj në shqetësim të thellë. Ky person fillon të vërejë një ftohtësi të pazakontë, një mungesë vitaliteti në përditshmërinë e tij që nuk mund ta shpjegojë logjikisht. Është sikur dikush kishte ulur volumet e jetës së saj ose kishte fikur një dritë që, megjithse ndonjëherë e shqetësonte me intensitetin e saj, i jepte ngrohtësi dhe drejtim. Në këtë gjendje boshllëku, mendja e atij që është larguar fillon të punojë ndryshe. Ai nuk e shpenzon më energjinë duke ndërtuar mure ose justifikime për të shmangur të arriturit, sepse askush nuk e ndjek më. Tani kjo energji mendore është e lirë, dhe pasi nuk ka armik të jashtëm për t'u mbrojtur, ajo kthehet brenda. Kurioziteti fillon të zgjohet. Ai pyet pse kërkimi ka ndaluar, nëse ndoshta interesi ka zhdukur ose nëse ai përfundimisht ka humbur këtë pa kushte që e mori si të mirëqen. Dyshimi, i cili më parë i përkiste ekskluzivisht atij që priste, tani ndryshon anë dhe vendoset në mendjen e atij që iku. Është thelbësore të kuptohet se ky proces nuk ndodh brenda natës, por është i pashmangshëm. Duke tërhequr vëmendjen, ju i jepni palës tjetër përgjegjësinë e plotë për emocionet e saj. Më parë, vetëm një person e mbante frikën dhe frikën e humbjes. Tani kjo peshë po kthehet te pronari i saj origjinal. Pala tjetër është e detyruar të ndjejë shkallën e ndarjes pa anestezi. Ajo duhet të përballet me realitetin e jetës së saj pa ngrohtësinë e vazhdueshme që merrte. Dhe është në këtë kontrast që lind vlerësimi i vërtetë. Askush nuk e vlerëson ajrin derisa të fillojë të mungojë, dhe askush nuk e vlerëson praninë e thellë të një lidhjeje derisa mungesa të bëhet një realitet i prekshëm dhe jo thjesht një kërcënim i largët. Ky shtërim energjie duhet të jetë i vërtetë për të funksionuar. Nuk ka asnjë dobi në ndalimin e shkrimit nëse mendja është ende e pushtuar dhe po thërret emrin e atij personi në heshtje. Energjia nuk di të gënjejë dhe lidhja e padukshme transmeton qëllimin pas veprimin. Fizika e mungesës kërkon që fokusi të ndryshojë vërtet duke u kthyer në qendrën e vet, kujdesin për veten dhe rritjen. Kur vibrimi ndryshon nga nevoja në vetmjaftueshmëri, mesazhi i dërguar në univers dhe te personi tjetër është i dinjitetshëm dhe me vlerë të lartë. Dhe nuk ka asgjë më magnetike në univers se sa një qenjesh që ndihen të plot nga vetvetja dhe nuk kanë nevojë të lypin për dashuri për të ndjerë vlerën e tyre. Në këtë pikë, personi tjetër fillon të përjetojë atë që mund të quhet simptoma të tërheqjes energjike. Ajo mund të përpiqet të provokojë reagime të vogla për të kontrolluar nëse është ende në kontroll duke dërguar sinjale konfuzive ose duke treguar shfaqje kalimtare. Këto nuk janë ende përpjekje reale për t'u kthyer. Ka kontrolle sigurie për të parë nëse litarët janë ende aty. Nëse qëndroni të fortë dhe nuk reagoni impulsivisht ndaj këtyre copave, efekti në psikikën tuaj dyfishohet. Konfirmimi që diçka ka ndryshuar thellësisht në dinamik krijon një urgjencë të re. Toka e sigurt që ajo ka ecur mbi të ka zhdukur, dhe tani ajo duhet të mësoj të mbaj veten ose të gjejë një mënyrë për të riparuar urën që ndihmoi të digjej. Vakumi energjik vepron si një amplifikues i së vërtetës. Pa zhurmën e ndjekjes dhe dramës, esenca e pastër e ndjenjes mbetet. Nëse lidhja është reale, heshtja nuk do ta vras atë, përkundrazi do t'i bëjë ata të tingëllojnë me qartësi dërmuese. Distanca fizike ndalon së qeni një lehtësim dhe bëhet një torturë e heshtur. Palë tjetër fillon të ndjejë nevojën viscerale për të rivendosur këtë lidhje, jo sepse janë të detyruar ta bëjnë këtë, por sepse shpirti i tyre fillon të ketë uri për këtë energji që më parë e refuzuan. Ajo e kupton se liria që mendonte se po kërkonte ndjehet bosh pa personin që i dha kuptim asaj lirie. Është një moment delikat dhe i fuqishëm. Peshorja është balancuar. Nuk ka më ndjekës ose të ndjekur.
Ka vetëm dy qeniesh që përballen me të vërtetat e tyre në heshtje. Dhe ndërsa kjo qëndrim e jashtme pa veprim por me një lëvizje të madhe të brendshme ruhet, toka po përgatitet për fazën tjetër. Sepse nëse heshtja bëhet e padurueshme dhe egos nuk I jepet më ushqimi I saj të zakonshëm, personi do të përpiqet të mbushë këtë boshllëk. Ajo do të përpiqet të shpërqendrohet, të kërkojë zhurmë jashtë për të heshtur zhurmën brenda. Por siç do të shohim më vonë, ajo do të zbulojë shumë shpejt se kur një lidhje është nga shpirti, nuk ka zëvendësues që mund të mashtrojnë zemrën për një kohë të gjallë. Momenti kur ndjekja ndalon, fillon një fazë e heshtur por shkatëruese për atë që ka vendosur të largohet, një fazë në të cilën shpërqendrimet ndalojnë së funksionuari. Pasi vakumi energjik të vendoset, reagimi fillestar I atij që është larguar zakonisht nuk është dorëzim I menjëhershëm, por një përpjekje e dëshpëruar për shmangje. Mendja njerëzore, kur përballet me një të vërtetë të pakëndshme ose një mungesë të dhimbshme, instinktivisht kërkon anestezi. Në këtë fazë, është shumë e zakonshme që personi tjetër të përpiqet të mbushë boshllëkun që ka lindur me zhurmë, aktivitet të çrregullt ose praninë e njerëzve të tjerë. Është burimi I fundit I egos për të provuar vetes se është në kontroll, se mund të mbijetojë pa këtë lidhje të thellë, dhe se vendimi për të ikur ishte I drejtë. Ajo zhytet në punë, intensifikon jetën e saj sociale ose kërkon shpërqendrime sipërfaqësore që I lejojnë asaj të mos mendojë, të mos ndjejë dhe, mbi të gjitha, të mos kujtojë. Megjithatë, këtu ndodh një fenomen I pashmangshëm nëse lidhja është e vërtetë. Ndërsa përpiqet të kërkojë në vende të tjera atë që u gjet vetëm në këtë lidhje të veçantë, ajo përballet me një mur të padukshëm. Jeta I lejon të kërkojë, e lejon të eksplorojë mundësi dhe e lejon të përpiqet të lidhet me energji të reja, por e bën këtë jo për të ndëshkuar askënd, por për të treguar diferencën abisale midis sipërfaqësores dhe asaj që është e shpirtit. Çdo përpjekje për zëvendësim bëhet një kujtesë e dhimbshme e asaj që është humbur. Ky person mund të jetë duke u takuar, duke njohur njerëz të rinj, duke filluar biseda me qëllime romantike ose thjesht duke kërkuar validim të jashtëm. Por ajo do të vërejë diçka që do ta gjejë thellësisht shqetësuese. Bisedat ndjehen bosh, pa ritëm dhe thellësi. Kimia që rrjedh natyrshëm në një lidhje shpirti nuk mund të krijohet artificialisht me dikë tjetër. Ky person do të gjendet duke u ulur përballë dikujt tjetër, ndoshta dikujt që plotëson të gjitha kërkesat logjike për të qenë një partner I mirë, dhe megjithatë do të ndjejë një mërzi ekzistenciale të padurueshme. Ajo do të vërejë se duhet të detyrojë të qeshë, se duhet të shpjegojë mendimet e saj shumë, se ky komoditet telepatik nuk ekziston, ku shikimet do të mjaftonin për të kuptuar njëri tjetrin. Ajo që po kërkonte si një shpërqendrim të këndshëm paradoksalisht shndërrohet në një torturë të heshtur. Krahasimi bëhet I pashmangshëm dhe I egër për zëvendësuesit. Çdo defekt I takimit të ri thekson një virtyt të lidhjes që e la pas. Sipërfaqësia e të tjerëve e bën të ndriçojë thellësinë e lidhjes që ajo përpiqet të harrojë. Në këtë pikë, justifikimet që I dha vetes për të justifikuar ikjen fillojnë të tingëllojnë bosh. Ajo I tha vetes se kishte nevojë për hapësirë, se kishte nevojë për liri, se ndoshta kishte dikë më të mirë ose më të thjeshtë atje jashtë. Por realiteti I tregon se thjeshtësia ndonjëherë është sinonim me boshllëkun dhe se liria nuk ka asnjë kuptim nëse ndjehet si një shkretëtirë. Përpjekja për të bindur veten se koha do të fshijë gjithçka dështojnë keq. Larg nga fshirja e kujtesës, distanca dhe krahasimet e dështuara e polishojnë atë, duke e bërë më të mprehtë dhe më të dëshirueshme. Ajo e kupton se humbja e kësaj lidhjeje nuk do të ishte një humbje e zakonshme, por një plagë të thellë që nuk shërohet me shpërqendrime ose histori të reja kalimtare. Kur shpërqendrimet e jashtme dështojnë, heshtja kthehet me forcë të shumëfishuar. Atëherë fillon ajo që njihet në traditat shpirtërore si nata e errët e shpirtit, por e përshtatur me psikologjinë e rezistencës. Është një periudhë krize të brendshme në të cilën mbrojtjet bien. Ky person fillon të humbas aftësinë për të fjetur qetësisht. Netët bëhen skena të gjata të debatit mendor.
Bisedat që ata kishin përsëriten vazhdimisht, momentet kur ajo ndjeu plotësisht të sigurt dhe momentet kur frika e bëri të tërhiqet. Ajo fillon të vërë në dyshim narrativën e saj. Nuk mund të fajsoj më intensitetin e tjetrit, as rrethanat, as kohën e papërshtatshme. Ajo mbetet vetëm me frikën e saj emocionale dhe kjo është shkatërruese për krenarin. Krenaria që më parë shërbente si armë tani ndjehet si një kafaz. Ky person dëshiron të afrohet, ndjen impulsin fizik për të marrë telefonin ose për të kërkuar një takim. Por është pikërisht në këtë moment të shterimit të brendshëm që fillon një ndryshim të qetë por të pakthyeshëm. Kur egoja thyet sepse nuk mund të përballojë më barrën e kontradiktave të saj, diçka më e vërtetë, më e ndershme lind poshtë saj nevoja për paqe. Jo për fitoren, jo për kontroll, por për paqe në zemër. Dëshira që ajo përpiqej ta shtypte për aq kohë fiton forcë dhe shndërrohet në një qartësi që nuk mund të injorohet më. Ajo e kupton se asnjë person tjetër, asnjë shpërqendrim dhe asnjë ikje nuk mund të mbushë boshllukun që është pikërisht lloji i lidhjes nga e cila ajo iku. Dhe kjo kuptim, sa e dhimbshme të jetë, është fillimi i gatishmërisë për t'u hapur përsëri. Dhe pastaj, pothuajse pa u vënë re, energjia fillon të ndryshojë. Mendimet bëhen më të buta, zemra më pak mbrojtëse. Jo sepse frika ka zhdukur, por sepse njoja ka pjekur se rreziku i vërtet nuk është në afërsinë e të dashurit, por në përpjekjen për të jetuar pa të. Në këtë dorëzim të heshtur, lind impulsi i parë real për t'u kthyer jo nga ndjenja e fajit, jo nga vetmia, por nga njohuria e thellë se ajo që ke ikur është pikërisht ajo që të nevojitet për t'u bërë e plot përsëri. Dhe pikërisht në këtë pikë në pragun midis frikës dhe guximit momenti përgatitet kur zemra më në fund bën atë që shpirti ka vendosur prej kohësh.